Shtetet e Bashkuara po shërtojnë mundësinë që Kosova të bëhet një destinacion i mundshëm për emigrantët e parregullt që janë dëbuar nga territori i SBA-s, por që nuk mund të kthehen drejt për drejt në vendet e tyre të origjinës. Ky hap është pjesë e një iniciative më të gjerë të administratës Trump, e cila ka nisur diskutime me disa vende të tjera për të krijuar kampet e përkohshme për këta emigrantë. Vendet që janë përfshirë në këtë diskutim përfshin Kosovën, Ruandën, Libin, Moldavin, Beninin dhe Mongolin, sipas informacionit të dhënë nga All Street Journal. Ky plan ka për qëllim të ofrojë një zgjidhje për emigrantët e parregullt, të cilët kanë pasur probleme me qëndrimin e tyre në SBA dhe presin të riadesohen në vendet e tyre të origjinës. Për më tepër, planifikohen qendra pritëse, të cilat mund të shërbejnë si hapësira të përkohshme për këta individ derisa të realizohen procedurat e riadesimit. Ky lloj plani është testuar dhe zbatuar me sukses nga disa shtete perëndimore, duke përfshirë marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për dërgimin e emigrantëve të refuzuar në kampe të ngritura në Shqipëri. Një tjetër shembull është marrëveshja mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Ruandës, që u realizua në vitin 2022, ku emigrantët që nuk mund të qëndronin në Britani dërgoheshin në Ruand deri në riadesimin e tyre. Të tilla marrëveshje janë konsideruar si një mundësi për të zbutur krizën e emigracionit dhe për të lehtësuar fluksin e emigrantëve në shtetet që janë pjesë e këtyre marrëveshjeve. Për Kosovën, përfshirja në këtë plan mund të sjellë përfitime të natyrës diplomatike dhe të sigurisë, duke theksuar angazhimin e vendit në përpjekjet ndërkombëtare për menaxhimin e emigracionit dhe integrimin e tij në strategjitë globale të sigurisë. Megjithatë, një vendim i tillë mund të shkaktojë shqetësime dhe debate në vend, pasi do të kërkonte krijimin e strukturave të specializuara për të menaxhuar këta emigrantë, duke marrë parasysh edhe ndikimin që kjo mund të ketë në qëndrueshmërinë sociale dhe ekonomike të Kosovës. Në një kohë kur administrata e Shteteve të Bashkuara po vazhdon të shtrijë përpjekjet e saj për të menaxhuar emigracionin, figura kyçe në këtë përpjekje është Stephen Miller, zëvendës shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë dhe një nga arkitektët kryesor të politikave të ashpra ndaj emigracionit. Ai ka qenë një nga nismëtarët e kopimit të këtyre modeleve të migracionit që janë zbatuar nga vende të tjera, si Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Kosova ka ende kohë për të marrë vendimin mbi këtë çështje, por përfshirja e saj në këtë plan mund të ndikojë në një tjetër anë për mua. Çfarëdo vendimi mbi këtë çështje do të bëjë një diskutim të gjerë dhe konsultues me aleatët dhe burimet e Kosovës, duke u siguruar që ndihma e emigrantëve të jetë në me interesat dhe vlerat e vendit.